Ko më parë, deputeti Bundestagut Gjerman Josip Juratović në një intervistë për median serbe Nova pati deklaruar se Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić janë partner ideal përsa i përket çështjes së Kosovës, edhe sipas politikanit gjerman ata kanë nevojë për njëri tjetrin. Për të bindur mjafton të shikohet veprimet dhe reagimet e tyre. Ata përfitojnë të dy negociojnë me një fik në xhep, por Vučić e bën në mënyrë më të shkathët dhe më teatrale, pati deklaruar Josip Juratović. Për analistin Afrim Kasolli për të temave që kanë të bëjnë me dialogun, kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë i karakterizon edhe një ngjashmëri tjetër, përsa i përket dinamikave të brendshme politike. Sipas tij, të dy po përballen me presione dhe pakënaqësi të brendshme sociale, përkundër fitoreve të tyre zgjedhore, sepse si njëri ashtu dhe tjetri mbrojtjen e interesave të kompanive ekonomike ndërkombëtare e kanë vënë mbi interesat e qytetarëve që përfaqësojnë. Në rastin e shtetit fqinj, revoltat publike morën hov pas tragjedisë që ndodhi në qytetin e Novi Sadit, ku humbën jetën 15 persona, si pasojë e shëmbjes së kulmit të stacionit hekurudhor, i cili ishte riparuar nga një kompani kineze. Tipare të tilla kanë filluar të karakterizojnë dhe Kosovën. Mjafton të kujtojmë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, teksa Albin Kurti u pa qartë se është në anën e interesave financiare të kompanive që merren me këtë biznes. Për të tani është e rëndësishme fitimi i tyre se sa humbjet e qytetarëve. Kështu kryeministri i Kosovës ngjashëm po e kërkon sigurimin e pushtetit të ndërkombëtarët, ndonse jo në ato përmasa si lideri serb, pra nëpërmjet plotësimit të orekseve të kompanive sikurse Keds, që është pronë e ndërmarrjeve turke Çalik Holding dhe Limak, pavarësisht pasojave ekonomike dhe shoqërore. Ndaj kësaj anomalie kanë filluar të shtohen gjithnjë dhe më shumë protestat spontane me qëllim kundërshtimin e padrejtësive. Ashtu si dhe në rastin e Serbisë, ku studentët nuk po mundin të arëzojnë regjimin e Vučićit për arsyeën se opozita është e dobët, edhe në Kosovë protestat kundër energjisë elektrike nuk mund të shndrohen në politike, por do të mbeten vetëm sociale, pasi sikurse edhe në Serbi, opozita në Kosovë nuk ka arritur ta shndrojë veten në alternativë politike ndaj Albin Kurtit, i cili me qeverisjen e tij gjithnjë e më shumë do të shndrohet në burim të mllefit shoqëror dhe publik, por ka gjasa që të mbijetoj politikisht, si në rastin e shtetit fqinj, ka theksuar analisti Afrim Kasolli.